Mirëmëngjes, ju faleminderit dhe mirë se erdhët. I nderuar Zoti Kryeministër, të nderuar zonja dhe zotrinj, përmes rënjëve lartësohemi, ngjan si një thirrje, si një kushtrim të parësh që në momentin në cilin kemi ardhur, Shqipëria në fakt, dhe ne shqiptarët jemi bashkë në kohën e duhur të ndjejmë lartësitë. Ashtu si një pemë ka nevojë për rënjë të thella për të rritur dhe për të bërë ballë stuhive, suksesi dhe ngjitja e diasporës në botë nuk mund të ndërtohen dot pa simbolikat e identitetit kombëtar siç janë trashëgimia, gjuha dhe kultura shqiptare. Sepse vetëm duke qëndruar fort e lidhur me rrënjët e tyre, diaspora mund të arrijë nivele më të larta kontributi dhe ndikimi për veten, por edhe për kombin e tyre. Trashëgimia e së shenjtës është titulli i sesionit të sotëm në këtë summit që në kontekstin shqiptar i referohet pasurisë jashtëzakonshme, shpirtërore dhe materiale që lidhet me besimin, martirizimin dhe objektet e kultit që kanë formësuar identitetin ton kombëtar. Por ndryshe nga vendet e tjera, pasuria jonë materiale dhe shpirtërore është akoma më e lartësuar, jo prej kishave, jo prej xhamive, jo prej manastireve, të marra së bashku me të qetë, të cilat në fakt i kanë më të mëdha edhe fqinjët, por për një fakti, akoma dhe më të veçantë se këto që rendita më lartë, përveç se kanë ndjesi shpirtërore, ato mbartin mbi të gjitha martirizimin si akt qëndrese. Në historinë shqiptare, martirizimi ka një peshë të veçantë, sidomos gjatë regjimit komunist, ku shkatruan mbi 2100 objekte kulti, me qindra klerik musliman, katolike ortodoks dhe bektashi u persekutuan dhe u ekzekutuan, duke u kthyer në simbole të lirisë së ndërgjegjes dhe treguan se e shenjta mbijetoi, edhe kur objektet fizike u rrafshuan. Ndryshe nga shumë kombe të tjera, tek shqiptarët identiteti kombëtar nuk u ndërtua mbi një fe të vetme, por mbi harmoninë dhe bashkëjetesën mes besimeve të ndryshme. Kjo trashëgimi ka krijuar modelin shqiptar, atë që feja e shqiptarit është shqiptaria, duke e parë diversitetin fetar si një pasuri bashkëjetese dhe jo ndarëse. Në thelb, kjo trashëgimi është hipoteka e shpirtit ton, pasi ajo na lidh me rrënjët tona dhe na dallon si kombë në mozaikun e qytetërimit evropian. Jo më kot, shkruante Indro Montanelli për Shqipërinë. Kjo është toka ku Krishti dhe Muhamedi ecin krah për krah. Ky summit ose ky takim sot ka dhe një risi tjetër. Ne do të mbajmë sot së bashku mëngjesin vllazëror. Ftoj tani klerikët vendas dhe ata të diasporës të bëjnë një lutje për Shqipërinë dhe shqiptarët, si dhe një bekim për flamurin ton kombëtar. Do ftoj atë Nikozim Preston, peshkopin e kryedioqezës së Shqipërisë në Boston. Ftoj Haxhi Baba Dede Edmond Ibrahimaj në lutjen e tij për shqiptarët dhe Shqipërinë. Ftoj Don Kastrioti Drizin nga Bashkësia Katolike në Bruksel, ju lutem. Ftoj Imam Rifat Halilin nga Qendra Islame Shqiptare në New York dhe në New Jersey në lutjen e tyre. I have learned that it is Kam mësuar se to disregard është those who come before. jo e zgjuar të mos konsiderosh ata përpara meje. Dhe ndërkohë që bëj këtë lutje, ç'mund të bëj përveç se të lutem me fjalët që arshpeshkëti ynë Noli ka lënë, të njëjtat fjalë që përsëriten ditën e flamurit përmes kryepeskopates në Amerikë. Zot që bekojnë dhe shëndrojnë të bekojë flamirtorit tona, dhe shpëtojë shtetin tonë dhe popullin tonë nga çdo rrezik dhe shtangice, drejtojë në udhën e dritës, të lisit të përparimit në hijen tonë. Dhe vlerësona në përvuar të kremtojmë këtë ditë të lavdëruar më nder, shëndetje dhe ditë të gjata këtu dhe kudo.
sa ti pëndiri me shiro plotet rinërashës, dhe ty dërgrojmë lavdi, ati birit dhe Shpirtit Shenjtë, tani për herë, një jetë jetëve. Amin. E ti për shqiptarët dhe Shqipërinë dhe një bekim për flamurin ton kombëtar që na bashkon. Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar krerë të Komitetit Fetare të Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të Komitetit Fetare, pjesë e Samitit Diasporës, të nderuar miqtë të ftuar, më lejoni që në këtë rast dhe për këtë event të mrekullueshëm që bëhet sot në këtë ditë të bashkimit të gjithë shqiptarëve, të bëjmë këtë lutje. Me emër Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. O Zoti i Madhërisëm, beko këtë tokë dhe këtë popull, beko çdo zemër që kërkon paqe, beko çdo dorë që ndërton mirësi, na udhëheq në rrugën e drejtë, na mëso të duam njëri tjetrin pa dallim dhe na jep urtësi që përmes besimit dhe respektit të ndërtojmë një botë më të drejtë dhe më njerëzore. Në këtë mëngjes bekimesh, le të dalim prej këtu më të bashkuar, më të fortë në shpirt dhe më të përkushtuar ndaj së mirës së përbashkët. Paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qofshin mbi gjithë ne. Bismillah. Allah Allah. Faleminderit. O Zoti i Madhërisëm, burimin e dritës dhe mëshirës në emrin tënd të shenjtë, në rrugën e profetit Muhammed dhe dashurit e tij Hazret Aliut, ne përulemi me zemër të pastër para Teje. O Zoti i Madh, mbush zemrat tona me paqe, ndriço mendjen tonë me urtësi dhe na udhëheq në rrugën e drejtë të dashurisë dhe të së vërtetës. Bëj që ndër ne të mos ketë përçarje, por mirëkuptim dhe respekt ndërsjellë. Forco harmoninë ndërfetare, që çdo besimtar shoh tjetrin si vëlla e motor dhe çdo zemër të rrahë në emër të paqes. O Zot, beko këtë tokë dhe gjithë njerëzimin, largoje urrëtitjen, smirën dhe ndarjen dhe mbill në shpirtin ton farën e dashurisë të pastër. Na mëso të jemi të duruar, të drejtë dhe të mëshirshëm, që përmes veprave tona të ndërtojmë ura e jo mure. Hak Muhammed Ali, na bashkoj në sofrën e vllazërisë, na bëj shërbëtor të paqes dhe të njerëzimit. Na prano këtë lutje si dëshmi të besimit ton. Allah Allah. Zoti na bekoft gjithëve, na bekoft Shqipërinë dhe flamurin ton të mrekullueshëm. Qofshi dritë e Zotit na bekoft gjithë. Amin. Faleminderit Baba Mondi. Është radha tani Erion Sylarit, Zotit Erion Sylari nga Vllazëria Vëmgjillore. I nderuar Zoti Kryeministër, nderuar Zoti Ministër, ndërsa të Komitetit Fetare, le të bëjmë lutje të falenderojmë Perëndin për këtë mundësi që ne kemi sot së bashku për të mbledhur. O Ati Shenjtë, falenderojmë Ty që ne ke krijuar të gjithëve. Ne dim që Bibla është një libër i mësuar dhe është i frymëzuar nga emigrimi. Ne besojmë që vetë Krishti, Zot, erdhi nga qielli në tokë për të sjellë një ndryshim Perëndi, Zot. Dhe unë të falenderoj që vdekja dhe kryqëzimi i Tij, Zot, na solli ne Perëndi një atmosferë të re. Dhe unë lutem sot për çdo person që është në diasporë, për çdo person Perëndi që përmes presionit ka dhënë më të mirë nga jeta e tij. Faleminderit, Zot, që pyetjet e jetës së tij, kush jam unë dhe pse jam këtu në tokë, Ti Perëndi ke lejuar që ai të japi më të mirën. Dhe unë lutem sot që kudo që ata janë, Zot, në çdo vend që ata ndodhen Perëndi, Zot, më mira të dali prej tyre, Zot. Bekoj Perëndi qeverinë shqiptare, kryeministrin, bekoj Perëndi çdo qytetar të këtij vendi Perëndi dhe lutem sot, Zot, që të kemi Perëndi siç kemi harmoni fetare, Zot, kemi Zot dhe unitet midis njëri tjetrit, Zot, sepse Shqipëria nuk është askujt, por është e jona, Zot. Ky vend Perëndi takon Ty, Zot. Dhe në himnin kombëtar kur thuhet ky komb është krijuar nga Zoti, ne të falenderojmë Ty, Zot, që ky komb nuk do shkatërrohet asnjëherë, Zot, por do jetojë, Zot, sepse Ti ka thënë Perëndi nga qielli. Bekoj shqiptarët kudo që janë, Zot, dhe jepi Perëndi, Zoti im, urtësi, mençuri dhe forcë që të kalojnë çdo sfidë që kanë në jetën e tyre. U lutem në emrin e Jezusit dhe them amen. Amen. Faleminderit. Do ftoj tani Don Kastrioti Drizin nga Bashkësia Katolike në Bruksel, në Belgjik, në një lutje të tij për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe një bekim për flamurin ton kombëtar. O hy gjithë pushtetshëm dhe amshuar, me përvojtëri dhe shpresë të drejtohemi Ty për vendin tonë, Shqipërinë.
bekoje flamurin. Dhe për çdo familje dhe për çdo qytetar që jeton, punon dhe ndërton të ardhmen me ndershmëri. Të lutemi për shqiptarët kudo në botë, për diasporën tonë të çmuar, për ata që kanë lënë atë dheun në kërkesën të një jete më të mirë, për të rinjet që ndërtojnë të ardhmen me mund e sakrificë, për prindrit që mbajnë gjallë lidhjet me rënjet dhe për të moshuarit që ruajnë besimin dhe identitetin. Bëj që kudo që janë, të mos humbasin shpresën, të ruajnë dashurinë për njëri tjetrin dhe të ndihen të mbrojtur e në paqe. Udhëheq o Zot, mendjet dhe zemrat e atyre që mbajnë përgjegjësi publike, që vendimet e tyre të jenë në shërbim të së mirës së përbashkët, të drejtësisë, paqes dhe dinjitetit njerëzor. Të lutemi për Evropën, që të jetë hapësirë bashkëpunimi, sigurie dhe solidariteti, ku respektohet çdo njeri dhe ku ndërtohet paqja mbi drejtësi. Ndriço zemrat që të mbizotrojnë mirëkuptimi, mikpritja dhe përgjegjësia ndaj njëri tjetrit. Se fundemi të lutemi për mbar botën, që kombet të ecin drejt përparimit me drejtësi, që paqja të rritet në zemrat e njerëzve dhe të gjithë të kujdesemi me përgjegjësi për botën që na është besuar. Me ndërmjetësinë e Zojës së Këshillit të Mirë, që është pajtorja e popullit shqiptar, me ndërmjetësinë e Zojës së Letnicës, ku Nën Tereza ka fitu thirrjen dhe ka fillu udhëtimin për misione, me ndërmjetësinë e Shenjtë Ndodhur dhe Kishës së Laçit, lutu për ne. Amen. Amen. Faleminderit. Tani është Imam Rifat Halili nga Qendra Islame Shqiptare në New York dhe New Jersey. Zot, pranoj lutjet tona. O Zot i gjithësisë, krijesi i qiellit dhe i tokës, burimi i paqes dhe i mëshirës, në ngrem duart tona në këtë tubim të bekuar në këtë vend ku vëllezër të besimeve të ndryshme janë mbledhur, jo për të ndarë, por për të bashkuar, jo për të përjashtuar, por për të qafuar njëri tjetrin në afirmim të dinjitetit që ti vetë na e ka dhënë i madhi Zot. Bëko këtë mbledhje o Zot dhe bëj atë një burim të dritës, të urtësisë dhe të mirëkuptimit. Bëkoj këtë tokë Shqipërisë që ka mbajtur ngjirin e saj sheku i bashkëjetese dhe bëj atë një shembull për të tjerët, një vend ku dallimet nuk janë arsye për ndarje, por pasuri për bashkim. Bekoje popullin shqiptar kudo që ndodhet, vendindje në mërgim, jepi atyre begati, qëndrueshmëri dhe një zemër që nuk harron rrënjët e veta. Bekoje o Zot vendet që na kanë mirëpritur kur e larguam nga shtëpitë tona, qoftë të persekutuar politikisht nga diktatura, të përndjekur si shqiptar, apo në kërkim të mundësive më të mira për familjet tona. O Zot, forcoj lidhjet ndërmjet komuniteteve fetare. Bëj ato ura që lidhin zemrat dhe jo mure që ndajnë njerëzit. Jep udhëheqësve tanë shpirtëror urtësi dhe përullësi, që të udhëheqin me drejtësi dhe përkushtim. O Zot, beko udhëheqësit politik shqiptarve. Jep ju atyre udhëzimin dhe ndihmën tënde për të realizuar përgjegjësitë e tyre, që të shërbejnë çdo njeri, çdo familje, çdo pensionist, çdo të ri dhe çdo shtresë shoqërisë me drejtësi e barazi. Mos lejo që pushteti të bëhet barë për popullin, por emanet për ta mbrojtur dhe ngritur atë. Ruaje këtë vend o Zot dhe mbroje nga çdo e keqe. Mbroj forcat tona të armatosura dhe mos lejo kur që ato të bëhen shtypse, por forcoj që të mbeten gjithon shpërbim të mbrojtjes të dheut dhe drejtësisë e paqes. O Zot, ne të lutemi për baban që sonte nuk e di se të siguroj bukën e familjes tij, për nënën e cila ka shqetësim fëmijën e saj. Të lutemi për të rinjt, për të smurët dhe për të gjithë ata të cilët jetojnë tokën shqiptare. I madhi Zot, bekoj, jep ju forcë dhe jep u dritën e mirësisë e begatisë. O Zot, ne qëndrojmë sot mbi sakrificën e atyre që erdhën para nesh.
Kujtojmë me nderim imamët, priftrin, baballarët shpirtëror që u dërgjën në përburgjet e komunizmit për ta mbajtur gjallë besimin dhe dinjitetin njerëzor. Kujtojmë sakrificën e të rinjeve që luftuan për lirinë e Kosovës në radhët e ushtrisë shlimtare. Kërkojmë drejtësi për ata që sot janë të burgosur në udhëheqjen e saj dhe lutemi për drejtësi për të ranët tonë. Ne kujtojmë o Zot se kemi ndërtuar jetën tonë mbi rrënojat e xhamive, kishave dhe teqeve të shkatruara nga diktatura. Na jep forcë o Zot që vetëm t'i rindërtojmë ata me tulla, por edhe zemrat tona me besim, respektim dhe përkushtim. O Zot, mbill në zemrat tona dashuri, drejtësi dhe mëshirë. Na bëj njerëz që nuk harrojnë, por që falin, që nuk përçajnë, por bashkojnë, që nuk dorëzohen, por ndërtojnë. Pranoj lutjet tona, o Zot, dhe bëja ato dritë në rrugën tonë, në emrin tënd të udhëhequr nga drita e fesë e nga tradita profetike, nga mëshira jote kërkojmë i madhi Zot, bekoje Shqipërinë, bekoj shqiptarët dhe na bashko gjithmonë në bamirësi. Amin. Do ju lutem të qëndrojmë në këmbë në nderim të daljes së flamurit. Do të ftoj edhe njëherë Rifat Alilin, imam Rifat Alili, në një fjalë të tij. Ju lutem uleni që të ndjeheni mirë, se lutet ishin mjaft gjata. Të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, i nderuar kryeministër, të nderuar përfaqësues të shtetit, të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar studiues të teologjisë e të feve. Paqja e Zotit qoftë mbi ju. Sot në këtë mëngjes të bekuar, pasi përfunduam lutjen, ne nuk qëndrojmë thjesht si individ që i përkasim traditave të ndryshme fetare. Ne qëndrojmë si një bashkësi që i drejtohet vetmit Zot, si pas rrugës vet, por me një zemër të përbashkët. Një komp, shumë besime, një dinjitet i përbashkët. Kjo është formula jonë, kjo është trashëgimia jonë dhe kjo është forca jonë. Uniteti i nuk është uniformitet, por është harmoni. Ne nuk jemi të bashkuar sepse jemi të njëjtë. Ne jemi të bashkuar sepse kemi mësuar të jetojmë me dallimet tona, duke i kthyer ato në pasuri. Feja nuk na ndan. Mungesa e respektit na ndan. Besimi nuk na përçan. Arroganca e përçan njeriu. Në një botë që po përjeton tensione, përçarje dhe konflikte të shumta, Shqipëria dhe shqiptarët kanë diçka për të thënë. Jo me zë të lartë, po me shembull të qartë. Ne jemi një popull që ka mësuar të lutet ndryshe, por të jetoj bashkë. Një botë në krizë, një thirrje për vetdije. Sot bota është e trazuar, konfliktet përhapen, narrativat përçajnë, frika zëvendëson besimin. Kur bota errësohet, njerëzit e besimit duhet të sjellin dritën në të. Në këtë kohë, përgjegjësia jo nuk është vetëm truajmë paqen në mes nesh, por tapim një model rreth nesh. Shqiptarët nuk janë vetëm dëshmitar të historisë, ata janë dëshmi e mundësisë së bashkëjetesës. Historia jonë nuk është perfekte, por është e mbushur me momente ku feja dhe kombi nuk u panë si kundërshtar,
por si shtilla që e mbështesin njëra tjetrën. Komunitetet tona fetare kanë qenë dhe janë mbrojtës të gjuhës, bardhëse të dijes, stre për shpirt në kohë të vështira. Kur shteti mungonte, besimi mbante shoqërinë. Kur identiteti rrezikohej, feja dhe kultura e ruan të ate. Kombin ton e kam bashkuar fatët e jetës dhe e kaluar ajone përbashkët. Por besimin Zot dhe feja na frymëzojnë për ideale dhe aspirata më të larta. Ajo që na kanë ngjarë nuk duhet të përcaktoj se kush jemi, por këtë duhet ta bëj ajo në cilën ne besojmë dhe për cilën ne angazhohemi për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Kjo është që na bën të dallohemi se kush jemi. Kombi nuk duhet varet vetëm nga gjuha që na bashkon, por edhe nga përkushtimi, puna dhe përgjegjësia për të ardhmen që ndërtojmë. Shpërblimi më i madh i njeriut që beson nuk është vetëm ajo që ai përfiton nga aspekti material, por aq më shumë është ajo që sjell transportimin e brendshëm të tij shpirtëror. Ne jemi të bindur se duke ndërtuar Shqipërinë, ne e ndërtojmë dhe e bekatojmë shpirtin tonë. Po ndaj me ju një përvojë shumë të afërt. Vetëm disa ditë më parë, pata nderin e emrin të xhamisë dhe qendrës time, të shpreh solidaritetin dhe mbështetjen për komunitetin katolik shqiptar në New York, në përpjekje për restaurimin e katedrales Shkodrës. Dhe aty ku disa mund të shohin një dallim, ne pam një mundësi për bashkim. Sepse ne besojmë thellësisht se forcimi i besimit të tjetrit nuk e dobëson besimin tim, por e forcon dritën e mirësisë mes nesh. Mirëqenia e vëllezërve dhe motrave tonë të krishterë është mirëqenia jonë. Ne, në kohë që ndonjëherë duken si momente të errësira dhe konfuzioni, këto akte janë dëshmi se drita ende ndizet dhe duhet ndizet nga ne. Megjithatë, le të jemi të sinqertë, edhe në mes ndesh ndonjëherë dëgjojmë zëra përçarrës, narrativa përjashtuese, përpjekje për të mobilizuar shqiptarinë, leximet historisë që ndajnë në vend që të bashkojnë, por ne i refuzojmë këto zëra. Ne nuk jemi një komb që përjashton, jemi një komb që përfshin, sepse shqiptaria nuk është pronë e një grupi, por është emanet i të gjithëve. Ky samit i diasporës na kujton një të vërtetë të rëndësishme. Diaspora shqiptare nuk është vetëm histori suksesi ekonomik apo profesional. Diaspora është kujtesë, diaspora është sakrificë, diaspora është ruajtje e shpirtit shqiptar. Në përbot shqiptarët nuk e kanë ruajtur vetëm gjuhën, e kanë ruajtur besimin, e kanë ruajtur traditën dhe mbi të gjitha kanë ruajtur dinjitetin. Një komb që e ruan shpirtin e tij nuk humbet kur, o Zot bënet e tillë. Prandaj sot nga ky vend, nga kjo lutje, nga ky bashkim, le të themi se do ta ruajmë unitetin ton, do ta mbrojmë lirinë fetare për gjithë, do ta kultivojmë respektin si vlerë themelore të shqiptarisë. Pa liri fetare nuk ka dinjitet, pa dinjitet nuk ka unitet, dhe pa unitet nuk ka të ardhme. Dhe tani në përfundim, le të kthehemi tek ajo që na bashkoi në këtë mëngjes, lutjet tona të përbashkëta. O Zot, bekoje këtë tubim, bekoje këtë vend dhe këtë popull, bekoje Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë. Sill paqë në botë, sill drejtësi aty ku ka pa drejtësi, sill mëshirë aty ku ka vuajtje. Na bën njerëz mikpritës të drejtë dhe të dhëmshur. Na jep forcë ta mbrojmë vendin ton, popullin ton dhe të drejtat tona. Na bashkon atë që është e vërtetshme, na largon nga ajo që përçan, na udhëhiq drejt asaj që është e drejtë. O Zot, bekoje këtë vend paqeje, bekoje këtë popull dinjitos dhe këtë bashkim bëre shembull për botën dhe për shqiptarinë. Zot na bashko dhe Zot na bën shembullor. Zoti bekoft Shqipërinë e shqiptarëve. Faleminderit Imam Rifat Halili. Ky mëngjes vëllazëror, në fakt dhe kjo lutje juaja, le të shërbejë që të afrojë më shumë të gjithë besimtarët e traditave të ndryshme përmes bashkimit në lutje, reflektimit dhe dialogut.
Ashtu si Francesku i Asisit shkruante, ku ka urrejtje, të sjell dashuri, ku ka fyerje, të sjell falje, ku ka mos pajtim, të sjell bashkim, ku ka mashtrim, le të sjell besim, ku ka dëshpërim, le të mbjellim shpresë, ku ka terrë, le të sjellim dritë, dhe ku ka pikëllim, le të sjellim gëzim. Uroj që lutjet tuaja të sjellin paqe dhe mirësi mes tonë. Shijojini këtë mëngjes vëllezëror.